Në një prej qarqeve më të goditura nga fatkeqësitë natyrore në Shkodër, po zhvillohet një nga stërvitjet më të mëdha për përballimin e emergjencave civile. Ajo vjen në kuadër të projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe përfshin 13 partnerë nga Ballkani dhe vende të tjera të Unionit, me qëllim testimin e kapaciteteve të reagimit të forcave të mbrojtjes civile. Kemi në terren pjesëmarrje të mbi 450 forcave dhe 60 mjeteve, përfshirë motobarka, motopompa të kapacitetit lartë, dron, ambulanca, kamion, helikopter, një dëshmi reale të kontributit dhe të angazhimit të gjithë solidaritetit të përbashkët. To Albania's commitment. Si një antar e re mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, Shqipëria po tregon angazhim maksimal për përmirësimin e kapaciteteve të saj në përballimin e emergjencave. Stërvitje të tilla janë thelbësore për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar, për të minimizuar dëmet dhe për të shpëtuar jetë në raste fatkeqësish natyrore, sidomos në prefekturën e Shkodrës, ku koha ka treguar se jeni përballur me përmbytje të shpeshta. Kjo stërvitje përbashkët vjen pak kohë pas anëtarësimit të plotë të Shqipërisë në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Vendi ynë ka dhënë kontribut në ndihmën kombëtare si dhe në tërmetin shkatërues në Turqi në vitin 2022, si dhe gjatë zjarreve masive që goditën Greqinë në verën e vitit 2023.